Kadastra e Vlorës është mbyllur përfundimisht. Këtë të hënë ka hyrë në fuqi vendimi për transferimin e strukturës drejt Tiranës dhe Fierit, pavarësisht kundërshtimeve të forta nga punonjësit dhe qytetarët. Një pjesë e stafit është vendosur sot drejt Tiranës, ndërsa një pjesë tjetër është transferuar në Fier. Sipas burimeve, punonjësit që nuk kanë pranuar asnjërin nga këto dy mundësi do të largohen nga puna. Ndërkohë në zyra ndodhen ende disa punonjës, të cilët po përgatisin dosjet e fundit për transferimin drejt Tiranës, duke shënuar kështu mbylljen përfundimtare të një prej institucioneve më të rëndësishme për qytetin e Vlorës. Në podcastin e tij, Rama e cilësoi shkrirjen e kadastrës si informacion të keq interpretuar, duke shkaktuar sipas tij tension dhe diskutime të panevojshme, edhe pse kadastra u shkri pa një paralajmërim dhe një motiv të qartë. Por Edi Ramën kjo është diçka që nuk duhet të diskutohet, ndërsa ka paralajmëruar shkrirjen e të gjitha zyrave në rrethe. Sot do të mblidhet në GJKK seanca e radhës paraprake për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, i cili prej shkurtit 2025 ndodhet në arrest me burg me kërkesë të SPAK. Kjo është në vijim të seancave të mëparshme në kuadër të vlerësimit të dosjes. Prokuroria speciale ka kaluar dosjen për gjykim në GJKK, por ende nuk ka një vendim të gjyqtarit nëse çështja do të kalojë ose jo. Për gjykim është dërguar edhe bashkëshortja e Veliajt, Ajola Xoza, si dhe 28 persona e shoqërisë të tjera, pjesë e dosjes. Shumica e akuzave është ajo e korrupsionit pasive kryer në 9 raste. Në raport me disa kompani për të cilat SPAK thotë se ka marrë përfitime të parregullta në formën e shumave monetare dhe pasurive të paluajtshme, të cilët nga ana e tyre kanë marrë leje ndërtimi dhe përfituar fonde publike nga Bashkia Tiranë. Të hënë prefektura e Korçës ka bërë me dije se aktualisht 640 familje në zonën e Devollit të Sipërm janë pa energji elektrike. Kjo situatë vjen si pasojë e rreshjeve të dendura të Dëborës që kanë rënë në këtë zonë. Sipas njoftimit të OSHE-s, Fideri 5 në stacionit Bilisht është pjesërisht në punë, çka ka sjellë ndërprerjen e furnizimit me energji për abonentët rural në zonat Vidohov, Miras, Qytez, Cote, Sinic dhe Arz. Sipas raportimeve, ekipet e OSHE-s ndodhen në terren dhe janë në gatishmëri për ndjekur nga afër situatën. Autoritetet bëjnë me dije se furnizimi me energji për konsumatorët e rëndësisë së veçantë vijon normalisht. Kreu Demokrat Sali Berisha i ka konsideruar antarët e KLG-s më kriminal se Irena Gjoka, apo Irena me 5 mbiemra, si kundër ai e cilësojnë gjyqtaren e GJKK-s, e cila sipas dokumenteve zyrtare rezulton e dënuar në Greqi, por që nuk i ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Berisha tha se antarët e KLG-s që refuzuan shkarkimin e Irena Gjokës janë sklever të regjimit të Edi Ramës. Me votat e Ylka Rupës, Ridvan Hados, Markelien Koçaj, Emona Muçi, Klodian Kurushi dhe kreu të tij Ilir Rusi, me 6 vota refuzuan apo vendosën mos pranimin e nisjes së procedurave për verifikimin dhe shpalljen e papajtueshmërisë së mandatit me famozen Irena Gjoka. Këta persona, të cilët shkelmojnë mbi një seri dokumentesh zyrtare shqiptare dhe ndërkombëtare, dokumente të cilat i ndërpresin automatikisht mandatin Irena Gjokës, këta janë më kriminal se vetë Irena. Këta janë turpi i njeriut, turpi i nënpunësit, turpi i shqiptarit. Këta janë sklever të këtij regjimi dhe të Edi Ramës, tha ndër të tjera Berisha. Kryeministri Edi Rama ka nisur ditën me një sulm ndaj gjyqësorit të referuar kërkesës në kushtetuese të dy shoqatave të gjyqtarëve për rritjen e pagave. Në një videomesazh në rrjetet sociale, Rama ngre pyetjen se si mund t'i arrisin pagat vetes gjykatësit nga 2.000 nga 3.000 euro në muaj. Rama shpreh se pagat e gjykatësve sot janë të njëjta me pagat e gjykatësve në Greqi dhe 2 fish më të larta se në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Në videomesazhin e tij, Rama ironizon ata që ju drejtuan kushtetueses, duke theksuar se filli i logjikës së atyre që kërkojnë rritje pagash lë tejet për të dëshiruar. Rama u shpreh se përmes kësaj kërkese të re për rritjen e pagave, kostoja në buxhetin e shtetit është plot 37 milionë euro, ndërsa shtoi se sikundër po tregon koha, gjyqtarë e prokuror na janë kthyer në vetë zote vetë shkop. Mali i Zi ndodhet në epiqendrën e një prej skandaleve më të rënda dhe më delikate të viteve të fundit, kundërthuren seks, politik dhe drejtësi. Një aferë me përmbajtje eksplicite ka përfshirë 2 figura të njohura publike, Mirjana Pajković, ish prokurore dhe kandidate për gjykatën kushtetuese, dhe Dejan Vuksić, ish shefi i Agjencisë për Siguri Kombëtare, duke ekspozuar publikisht brishtësinë e institucioneve dhe çarjet në sistemin e drejtësisë në vend. Sipas prokurorisë së Podgoricës, hetimet janë hapur pas ngjarjeve të ndodhura në tetor 2024, kur Pajković dyshohet se ka marrë pa leje telefonin personal të Vuksić dhe ka shpërndar nga ai materiale intime me qëllim për të ushtruar presion dhe për ta detyruar të tërhiqej nga kandidatura për gjykatën kushtetuese. Në të njëjtën kohë, vet Pajković ka paditur Vuksićin për kërcënim, shantazh dhe keqpërdorim të funksionit, duke pretenduar se është viktime e një skenari politik të dirigjuar nga strukturat e vjetra të sigurisë. Ushua Rezarta Reçe dhe me të ushua një zë i rrallë i gazetarisë shqiptare, një zë që nuk i friksoi thellësisë. Rezarta nuk e trajtoi gazetarin si profesion karriere,
por si mënyrë të jetuari, ajo kërkonte të kuptonte përpara se të gjykonte, të shpjegonte përpara se të akuzonte. Dezerta ishte gazetare ndjeshme, por jo sentimentale, kritike, por jo cinike, e thellë, por jo e largët. Ajo kuptonte se fjala ka peshë dhe përgjegjësi dhe pikërisht për këtë nuk e përdori kurrë si armë. Në një nga shkrimet e saj më të ndjera, ajo shkruante për dëshirën për t'ikur e re nga kjo jetë, jo si dorëzim, por si vetdije për përkohshmërinë. Ishte një reflektim i dhimbshëm dhe i bukur njëkohësisht, një përballje e qetë me fundin e rrallë për një shoqëri që shmang të flas për të vërtetat e mëdha. Rezarta Reçi nuk la pas thjesht artikuj, ajo la një mënyrë të menduarit, dhe kjo është trashëgimi e rrallë, u pret në paqe dhe fjala e saj mbet gjithmonë në lëvizje.